Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në vlogun tim të parë. Është hera e parë që unë filmoj për YouTube, nuk është se ka ndonjë ndryshim, edhe nuk e di pse mua mezi po më vjen fjalën, madje e kam thënë 10 herë këtë mirëmëngjesi, domethënë tani se kuptoj se çfarë ka të thuash mirëmëngjesi aty. Tani që po flas është ora 6:24, unë jam mësuar në 5:30. Për mua në fakt nuk është se është ndonjë gjë ora 5:30, sepse unë 5 zgjohem zakonisht nga e hëna në premte, edhe sot thjesht nuk po zgjohem për punë, po zgjohem për një udhëtim që kemi të bëjmë në Paris. Ne do të qëndrojmë atje vetëm 3 ditë edhe 2 ne, domethënë do nisemi sot dhe do vim të dielën thjesht për një fundjavë. Pikërisht para 3 ditësh moti tregonte që do binte shi dhe pikërisht ato ditë që do ishim ne. Pastaj do hapej koha. Ç'm duhet mua se kur hapet koha në Paris pastaj. Gjithsesi unë tani bëra gati valizhen, sistemova pak shtëpinë, shqyr zotit i mbarova të gjitha gjërat dije. Thjesht deri tani jam marrë me sistemimin e shtëpisë sepse gjithmonë kur udhtoj në një vend dua që ta lë shtëpinë super të rregull, që kur të vim këtu dhe ta bëjmë super rrëmuj, mos të bëhet rrëmuj mbi rrëmuj. Më kuptoni se çfarë do të them? Krena është duke fjetur akoma, unë në fakt doja që ta zgjoja herët edhe krena, me idenë që të flinte edhe në makinë, po kemi lënë dorë zotit për sot, se si do shkoj, kemi 6 orë rrugë me makinë me një fëmijë 2 vjeç e ca. Na uroni fat ju, do e shikoni pasi të ketë mbaruar fati jon këtu, po që nëse unë kam marrë shumë ushqime me vete, më shumë se sa mund të ham besoj. E kam fjalën të gjitha këto janë vetëm me ushqime. Më saktë janë thjesht snack, për shembull i kam marrë në këto kuti që i kam marrë këtë në TikTok Shop edhe këtë në Temu. Kështu që i mora kështu të mbledhura këtu të gjitha dhe pastaj ato pjesën tjetër e kam aty që ta rimbush her pas here. Kunda se po merr Rezi. Hajet, se mori Rezi dhe Rezi është duke marrë makinë me qera, sepse do marrë makinë me qera për të shkuar atje. Kështu unë tani po i të dëgjoj uraganin andej që po flës, e Rezi edhe 20 e ca minuta edhe do të vi. Neve, të ikim neve me papuskën edhe me mamuskën atje të Parisi. Qa që bëta zjerin e tani? Me vete neve? është gjitha me lotra kjo e njerëz. Edhe pak, pikat e kunda të jeti kejnë në sha. E që më më ty. Kjo është gjendja e makinës, është komplet e mbushur, ai bagazhi është shumë i vogël në fakt. Lodrat e mbretit, ushqimet këtu. Unë dola me flokët e mi kështu, si budallaqe. Tash mos t'i hiqa se gjithsesi do mprishën nga çurrela, kështu që t'i mbaj të paktën deri në gjysmën e rrugës, ose edhe derisa të mbërrim deri atje, po do bëjmë dalesa, nuk besoj do dal kështu. Nëse edhe make-up nuk bëra fare. Është ora 7:57 dhe ne tani u nisëm në fund. Ishte ideja që të niseshim që në 7, po asnjëherë nuk dalin planet siç duhet. Po është një gjë për vlogun tim për herë të parë. Kemi Kemi marrë direkt, domethënë po ham këto se na griu për bukë, kemi ngritur shumë pesë, normale tani na duket si drek. 4:30. 4:30 më ngritur? Po. Okej. Po mirë se unë ngrim çdo ditë pesë, s'po e bëj kështu. 4:30 tash. Po kemi këtu kontravalli. Kontravalli është? Ja, ka edhe në Gjermani kështu, se mos mendoni që ka vetëm në Shqipëri që ikin kontravalli tjetër. Ja bëj gruaja sanduiç. Ja bëj tamra ime sanduiç. Se them gruaja unë duket se kam të largët. E dashuria ime. Ishte e mirë, apo shumë me thatë? Kjo me flatë e mbrojtë më duket se ishte shumë me thatë. Kemi vëllë. Ato panilet më pëlqejnë më shumë. Po është ndërta. Ka kaluar një orë nga rruga dhe ne bëm dalesën tonë të parë me shpresën që Krena do shkonte në tualet, duke qenë se nuk shkoi as përpara se të niseshim, por nuk donte. Kjo do të thotë që duhet të ndalojmë prapë shumë shpejt. Po do ta provojmë edhe një herë shansin, a? Banjët këtu, shqyr që kemi marrë uturakun e Krenës të paktën që Krena mos të ketë lidhje fare me banjët, edhe në hotel, besoj po të përdorim uturakun, nuk do shkoj tek banjët e hotelit. Mbaruan punëve, siç e thatë ju s'that asgjë, edhe shkon të 3, apo mos ta themi këtë. Po, edhe këto banjat ishin shumë të pista. Jo, si ishin shumë të pista, po ishin stainless steel. Ishin inox. Ishin inox ato, ishin shumë frikshme se s'kishte as drita. Kur e shtype ishin si ato banjat e avionit që ja bën një zhurmë. Dhe shtypa dhe nga me prapë. Akoma kemi edhe 4 orë e 57 minuta rrugë. Po ndaluam kështu një orë, nga 10 minuta, 20 minuta, e sigur që të dielën mbërrim atje dhe do nisemi prapë. Krena deri tani shqyr zotit do mbahet, po grindet pak me vend drejtë, po nuk është se po bën ndonjë gjë të madhe, kemi marrë aty lodra libra. Shpresoj paktën të heqi pjesën më të madhe të rrugës me ato lodra dhe librat, edhe duke u marrë me ndonjë këngë ose ndonjë gjë. Tani po ha ato snacket që kam çuar aty tek ajo kutia. Tani do ndalojmë përsëri, edhe pse vetëm gjysmë ore ka kaluar nga pauza që bëm, sepse do takojmë edhe ca shokët tanë, të cilët edhe ata po shkojnë në Paris dhe neve kishim si fillim planin për të shkuar me ta. Duke qenë se ata do shkojnë në Disneyland dhe i kanë fëmijët pak më të rritur se sa ne. Ata do shkojnë në Disneyland dhe ndoshta do takohemi të dielën atje në Paris, do vinë ata atje. Tani do shkoj unë me këta flokët kështu, do takojmë ata shokët tanë. Do shkojmë, s'ka ndonjë gjë, se shoki kemi. Po bëjmë video. Po pra, më shikoni gjithë ata. Po hym në, jo sa po, kemi para, që kemi hyrë në territorin e Francës, kemi 10 minuta. Qofiri po na ankohet tani, po thotë që këtu duhet ecësh me sa?
110. 110. Si e vlorë? Shikoni pak se sa makina që kemi para tani. Këtu duhet të paguajmë lekët, kam përshtypjen. Nxjerrë lekët, harxoj paret o njeri. Në vazhdoj lënam me këto flokët e mi. Luam në karburant tani, po nuk po e kuptojmë fare se si funksionon karburanti. Të futem këtu te ky dyqani, nuk e di çfarë quhet kjo. E ta pesi si funksionon. Nuk ishte si në Gjermani që thjesht mund ta hapësh tani, që thjesht mund ta mbushësh dhe pastaj ta paguash, duhet ta hapte ajo atje tek kompjuteri dhe pastaj të mbushnim neve. Mbërritëm në fund, është ora besoj ka afërsisht 4. Ne jemi lodhur në këtë rrugë, kur futëm brenda në Paris, e kishte aq shumë trafik, nuk jemi lodhur për 6 orë rrugë sa ishte. Unë tani lava pak fytyrën edhe do bëj make-up super të shpejt sepse normalisht ka vetur vonë. Duam që ta shijojmë pak qytetin edhe për sot sa të mundemi. E na shqyr Zotit fjeti 1 orë cak, kështu që është me energji. Unë kam bërë një itinerar vet, nuk e di se sa do i përmbahemi atij itinerari, por që presoj të arrijmë të shikojmë gjithë ato që kam në plan për sot. Për të ngrënë, kemi pirë aty në makinë dhe kemi bërë shumë mirë që mora aq shumë sa mora që po thosha në gjithë që kam marrë shumë. Flokët nuk i hoqa sepse kisha edhe krenën dhe nuk doja që të më bezdisnin dhe flokët sepse duhet që t'i kapja në një farë mënyrë. Sot më shumë se kurrë besova njerëzit që pse thonë që mos përdorni makinën tuaj në Paris, por thjesht merrni metron. Edhe metron nuk është se thon fjalët më të mira. Sa u stresuam të gjysmorë që ishim në trafik këtu, nuk kemi stresuar të gjithë rrugën. Sa ishte? Po gjysmorë do ishte po qoftë se s'do kishte trafik. 30 kilometra, 20 minuta. Imagjinoni pak se çfarë trafiku ka qenë. Po më duket se s'ka marr furça. Bëj edhe një dush trupi se mezi po duroj që të bëj një dush trupi shpejt. Do vesh nuk e di fare se çfarë do vesh. Kam gjitha në valizhe. Doja që të merrja ndonjë hekur atje poshtë, po nuk e di, do pyes pastaj ose nesër. Ishin një gjë që s'ka nevojë për hekur sot. Kështu ta mbyll tani që ta bëj këtë make-upin shpejt, edhe ty flas pastaj pasi të jem bërë gati. Ky është edhe make-upi, kam edhe buzët për të bërë. Tani do futem direkt në dush. Do bëhem gati, do lëj buzët dhe do t'ju tregoj prapë. Versailles. Siamo tutti fuori. Fino studio. Pastaj një eksperiencë shumë të bukur. Flokët e mi u bën skandaloz fare se po bie një shi i tmerrshëm, po do t'ju flas për ditën sot, do të flas. Kisha shumë bukur flokët, si s'mera një foto, se mos kapin njerëzit në mbrapa. Dhe sapo zbritëm, po bie shi akoma. Por nga xhami i autobusit pam atë për të cilën bëm gjithë këtë sakrificë. A shpirt? E pamë në fund. Ne do ikim tamam ta shikojmë, u duk shumë e bukur nga xhami i autobusit, po të shkojmë tani se si duket live. Ja, ko është më në fund. Nuk e di, por realisht mendoj që nuk duket aq bukur në kamerë sa u dukur ka live, që mrekulli e vërtet. Që thoni juve pjesa outfitit tim ishte edhe kjo beretan që të bëjmë tamam si pariziene. Po pse nuk mora mikrofonin, do të thënë se për çaj mora ata mikrofona, nuk e di jam Gjoni apo jo. Realisht me i kumërzitja. Kumërzitja se që nga shumë bukur këtu. Erdha, po kërkojnë mua ata. Që si e do? Apo kështu duhet frikë, nuk e di. Futë kamerë. Ma rregulloj rrezik të pas nuk më pëlqej ka shumë. Që doja më rinde pak më kështu. O jetë mamës tënde, a të kishe motra ty? Shumë plane kishe. Bleva edhe çadër që të bëjmë tamam si pariziene. E pyeta unë atë xhaxhin sa kushton 10 euro. Edhe i thash unë jo, është shumë. Okej, sa e dom, tha, ma 5 euro. Thash, jo, ai nuk bëhet fjalë. Okej, thash faleminderit edhe ika. Më erdhi nga mbrapa, edhe thashte 7 euro, jo 5, i thash. 6 euro, jo 5, i thash. Dhe pastaj në fund ma la 5. Dhe kështu që unë përfitova një çadër me 5 euro. Ra pazar. Kur nuk bëj pazar të tilla. Unë nuk bëj dot asnjëherë pazare se kam turp. Po ja, me këtë xhaxhin bëra. Dhe shpëtova 5 euro shpirt. Po është edhe çadër e bukur që mund të bësh foto. Kapela në këtë pikë unë mbaj vetëm për të më mbajtur flokët, pavarësisht se flokët e mi tashmë kanë marrë poropin, si thuhet? Peropin, flokët e mi të shkret. Edhe më janë bërë me vërtet skandaloz. Dihet ajo kur ke shumë flokë edhe i bie një pikë shiu, do të bëhen flokët si tigër e kaluar luaneshës. Ne tani po ikim për të gjetëm një pica, sepse jo po na ha, nuk e di, do na dalin në një njerëz dhe do ta ham. A shumë uri kemi. Pizza Mario. Edhe thjesht e gjetëm një që ishte 7 minuta larg në këmbë, nuk pam fare asi ishte. Presojmë shumë që të jetë mirë, po me këtë uri që kemi, besoj do na duket pica më e shishme në botë. Kjo pizzeri e parë që zgjodhëm ishte fikse pizzeri më opri. Nuk kishte vend fare as për të ulur as, nuk e di, nuk është se i pash fotot fare, se thjesht pash ishte pizzeri dhe çova mapsin dhe kaq. Që erdhëm tek një ngjitur. Thank you. Gjetëm një tjetër këtu që ishte afër asaj pizzerisë e ulëm. Kjo është restoran në fakt, ka edhe pica edhe gjëra të tjera. Pena në anën tjetër është speracaruar. Po mbaj me Miss Rachel, se nuk ka mënyrë tjetër. Thank you. Dhe po vjen shumë keq që po e lë kaq shumë në telefon, po do i bëj detox, është e sigurt që do i bëj detox pasi
se kthehemi në shtëpi. Kështu tani po presim picën, po sharrojmë fare. Dhe mësuar, unë mora kola, po sa të madhe e pas kanë gotën. Këni pak sa mund të jetë një gotë normale, sa është kjo imja. Viva la France. Au Paris, lumière sacrée, sous tes étoiles. Krena ndërkohë ka marrë në patronazh shadrën e mamit. Është e kuqe akoma, është e kuqe. Ne tani do shkojmë të gjejmë në një market për të marrë ndonjë gjë për tek hoteli. Shikojmë çfarë mund të gjejmë. Një gjë të vogël për ngrënë. Ne u nisëm për të shkuar në shtëpi. Rrugës shikoni pak se çfarë bën. Si mund mos të ktheheshim, ne shikoni se sa bukur që duket. Është një magji më vete live realisht. Tani po zbresim tek një vend tjetër që duket akoma dhe më afër dhe akoma dhe më bukur. Ja, Krena na e zbuloi me ato aftësitë e saj zbuluese. Unë ndërkohë bëra disa super foto me këtë dritë, shikoni pak se sa dritë që je. Edhe duket shumë bukur. Edhe kam marrë në TikTok Shop si gjithmonë. Është ora pothuajse 9 fikse dhe tani besoj që do ndizen dritat. Krena, hajde mama, hajde shikojmë dritat si do ndizen. Wow! Krena! Shikoj mama se bukur! Shikoj më Krena! Juhu! Jo, po s'pata, kjo është Erdhëm në fund në shtëpi në hotel, domethënë. Edhe sot ka qenë një ditë plot me emocione nga më të ndryshme. Jemi lodhur jashtëzakonisht shumë. Mos rrezin që kanë ngarë 6 orë, 7 orë makinën. Përveç rrugës që edhe ua tregova se si shkoi gjatë gjithë kohës, por pastaj kur erdhëm te hoteli, gjithçka shkoi shumë mirë, okay, erdhëm këtu, u bëm gati siç e patë edhe ju. Siç edhe ua thash, unë thash që do përdorim transportin publik dhe fal zotit e kishim stacionin e autobusit fiks mu tek dera e hotelit. Shkuam atje, pasi u bëm gati kështu me gjithë shefin më të madh, po binte një shi dhe ai shiu me të vërtetë që na stresoi jashtëzakonisht shumë. Nuk po na funksiononte më truri pastaj. Tentuam të blinim biletat dhe nuk po e kuptonim fare se si funksiononte sistemi i biletave sepse nuk ishte as automat atje që të paktën ta merrnim. Po përpiqeshim online, nuk po e kuptonim fare, nuk po na punonte më as truri në atë pikë, po prap ishim shumë të lodhur, ai shiu që po binte. Rrezit fatmirësisht I erdhi në mendje ideja për të pyetur recepcionistin që kishim aty. Dhe ajo na ndihmoi, aty kishin kaluar ndërkohë një orë ca edhe neve tashmë ishim të stresuar në maksimum. Pyetëm atë, na I tregoi ajo, blem biletat. Madje unë pyeta edhe një shoqe, mora në telefon që kishte qenë përpara disa kohësh edhe ajo nuk është se kishte gjetur në një zgjidhje për pjesën e transportit publik, ishte detyruar që të merrte makinën. Thu me të vërtetë që për makinën mendoj edhe me autobus, sërish ka shumë trafik sepse ecën sipër. Edhe ai nuk është se është si trenat që ecën poshtë mund mos ketë trafik, po kishte me të vërtetë jashtëzakonisht shumë trafik dhe përveç trafikut ishte thjesht kaos I vërtet. Makinat që ecnin pa terezi fare dhe shoferët e autobusave nuk e di se çfarë metodash kishin për të ngar makinën. Ne në fakt ishim nisur për tek Harku I Triumfit sot, po qëse se pash këtë Trocaderoa e kisha çuar shumë shpesh dukej Kulla Eiffel, edhe ishte rrugës për Harkun e Triumfit, tham okay, po qëndrojmë këtu te Trocadero, duke qenë se Harku I Triumfit ishte edhe më larg. Pastaj pam Kullën e Eiffel, aty pastaj na erdhi pak humori pasi pam atë kullën, sepse ishte me vërtet shumë e bukur live, në për foto, në për video nuk ta jep asnjëherë atë ndjesinë se si ishte kur e shikoj edhe live. Bëm edhe shumë foto të bukura, shpresoj, nuk është se I kam parë, po mendoj që do të ndalë të bukura. Edhe Krena madje u kënaq, por ndezën edhe dritat aty, pëlqeu jashtëzakonisht shumë edhe nuk donte të ikte. Pastaj hëngrëm edhe darkën aty. Ai restoranti ishte me të vërtetë shumë I bukur edhe të jepte një ndjesi shumë të mirë, po edhe neve që hëngrëm edhe u ngopëm se në atë pikë domethënë me gjithë atë stres që kaluam edhe ishim edhe super të uritur, normalisht që kishim nevojë edhe për ushqim. Pastaj na erdhi tamam fytyra, domethënë shkojmë edhe te marketi që e pat, nuk e se morëm ndonjë gjë se ishte kot palidhe, nuk kishin asnjë gjë fare, mor këto ëmbëlsira kështu. Mora këtë pijen mogu që besoj mund ta keni parë që është bërë virale. Mund ta gjesh edhe në Gjermani, po se kisha gjetur e thash hajde po e provoj. Çfarë marrëm tjetër? Morëm edhe ca kosa frutash për Krenën. Shpirt, Krena si ka kaluar dhe I ka te kaluar orari gjumi, por do ta vëm tani direkt në gjumë, ta mbyllim. Paska edhe të copë thon, po çfarë mirë. Dhe kështu, unë tani do iki se do flem gjumë që të tre. Krena është haj fare tani, domethënë, do e vëm në gjumë edhe Krenën, do flem edhe neve. Do bëjmë një itinerar për nesër çfarë do bëjmë sepse nesër paraditë e ka dhënë për shi ndërsa pas ditë erë, kështu që do shikojmë se si do përshtatemi, se si unë do t'ju marr edhe ju me vete patjetër, sepse e nisëm këtë muhabet, do ta apitisim. Dhe kështu do të shifemi nesër sërish. Mirëmëngjesi nga dita tjetër.
tani jemi mirë. Nga dita tjetër, siç po e thoja, dhe nga ky zombi kështu që i ka dalë Ferimeli, që kam harruar larsin e fytyrës, gjën më të rëndësishme që mund ta bëj një herë, e harrova. Dhe e kam lar me shampo që kam marr, nuk kisha marr shampo, dhe s'kisha marr lars fytyre. Që shampo ndaj që edhe më tek. Edhe dje nga që krena ishte jashtëzakonisht shumë e acaruar, ka rënë nga të krevati brenda 5 minutave 2 herë, domethënë. Nuk arrita dot fare që ta laja fytyrën, thjesht e fshiva me letër të lagur dhe qerpikët tani lava. Do doja shumë që qerpikët të vendosja qerpik fallca, duke qenë se kam marrë me vete, po nuk mundem dot sepse nuk është se i kam fshirë dhe i kam larë mirë dhe nuk kam ndërmend të marr ndonjë infeksion në sy tani këtë palidhje. Kështu që do më duhet të bëj prapë rimel, ndërkohë që unë si njeri bëj kot qerpikët fallca se më pëlqejnë dhe kur vi këtu në udhtim nuk mundem dot t'i bëj se s'mundemi. Do bëj make-upin edhe të shkojmë të shikojmë çfarë mund të ham në një gjë. Krena hëngri nisi këto të hipi që janë të gatshme, kjo është për natën në fakt. Gjithsesi të shkojmë të shikojmë se çfarë mund të ham. Kam hequr disa vende që kur kam qenë në shtëpi në fakt se ku mund të ham. Moti sot e ka dhënë për shi, edhe pse tani nuk është se po bie po bie pak. Lezi thot do pushoj në rëndën. Ne ndërkohë kemi rezervuar edhe një xhiro me anije që duket edhe kulla Eiffel. Nuk e di se sa do arrim dot ta bëjmë, se edhe nëse po fryn në erë kam hanë ose shumë ftohtë. E shpresoj shumë që ta bëjmë. Të paktën kemi kohë që ta vendosim kur të duam ne, sepse kishte çdo gjysmë ore. Po na la krena sigurisht. Për tani në mëngjes në fakt kishim parë për të shkuar tek ajo galeria, ajo qendra tregtare, që dukej shumë e bukur nga videot dhe nga fotot, por nuk e di, është sigurt që do shkojmë domethënë, po duhet të qemi herë një vend mund të ham, ndoshta ka dhe atje pa t'i hapej në orën 10, që edhe mund ta kapim se është ora, sa është ora? 9? 8:09 çerek është, kështu që edhe mund ta kapim, nuk është ndonjë çudi. Po mua më janë bërë edhe një tipuçra këtu nga që e fshiva rëndia ashtu si e fshiva. Edhe po më dhëmbin për më tepër. Flokët i ka pasërisht kështu mbrëm, edhe pse sikur që shiu do më prishi prapë sot. Thjesht i laga pak, nuk është se i lava, thjesht i laga pak sepse duhet të jem pak ujë, jo 100% të thatë, jo dha pak edhe një stilus flokësh që e kam marrë për krena po e përdor unë. Kështu këto ka plani për sot, më thënë, shpresoj që të na mbaj pak koha, se me të vërtet që është shumë e dhimbshme që të shpish deri këtu edhe të ta prishi koha. S'ka problem, do bëjmë me këto që jemi, nuk të stresohemi më ashtu siç u stresuam dje, sepse me vërtet që nuk shijon asgjë pastaj dhe ja vë fajin çdo lloj gjëje të mundshme. Zakonisht gjithmonë kur shkojnë nëpër vende të reja dhe sidomos normalisht kur kemi qenë edhe pa krena, normale që dalin më precise se do thosh me një fëmijë me vërtet që nuk ka lidhje fare me të udhëtuarit vetëm si çift, është shumë e qartë domethënë. Unë këtu make-upin këtu po e bëj muhabet këtu me ju. Në kush nuk ka fare pasqyrë dhe po e shikoj te kjo e vogla e kamerës, më kuptoni? Shpresoj shumë që të ketë dalë mirë. Tani unë do vishim, do bëhemi gati të tre. Do që morëm dietë nga marketi, të mira është, ata nuk duhen ngrënë kaq herët në mëngjes. Paktën pa ngrënë ndonjë gjë në mëngjes, po hajde tani me pushime na falen çipa. Ajo të fiti i krenës. Me këto pucët që vetëm këto pucët i kemi marrë. Si thashun, s'do e kapim dot në orën 10 hapur atë, është ora 10:11 edhe neve jemi nisur akoma nga hoteli. Erdhi autobusi. Tani jemi në autobus. Realisht pushimet me fëmijë nuk janë një shaka, më besoni. Nëse keni ndërmend, merrni ndonjë dado me vete ose nuk e di se çfarë mund të merrni, që të shijoni pushimet se ndryshe krena nuk është as fëmijë që të thuash është super acaruar gjithkohon. E kuptoj që është nga ndryshimi i ambientit, po në këtë farfeje nuk e besoja kur. Ju flas pas nuk e di se sa orësh, sa orën? 2 orë? 3 orë, as 3 orësh dhe nuk kemi bërë absolutisht asgjë deri tani. Ajo galeria që donim të shikonim ne ishim totalisht gabim. E kishin zhvendosur ata, se kisha një gjë tek dhëmbët. Sa duket e kishin zhvendosur atë galerinë kot. Thjesht ishin 2-3 galeri dhe neve sigurisht do ishin tek e gabuara. Atë galerinë e vërtet që donim të shikonim, e kemi rreth gjysmë ore larg me makinë, kështu që do detyrohemi të marrim në një Uber, në një taksi, se me transportin publik është ora 12:30, nuk e di se sa dhe po them që nuk kemi parë asnjë lloj gjëje, thjesht kemi ardhur për tallë, bëm ja 2 foto kështu kot, edhe erdhëm këtu, hëngrëm bukën, jo vetulla ime s'po rriga mirë fare sot. Edhe kështu tani ne do ngrihemi avash avash, do porosisim Uberin, natyrisht nuk do shkojmë në hotel, të paktën jo tani, ndoshta do shkojmë pak më vonë. Kështu unë do t'ju hap prap pastaj kur shkojmë tek galeria.
Sapo po hyn në galeri tani dhe mund të them që ndihesh shumë e varfër në momentin që hyn këtu dhe shikon gjithë këto dyqane që do t'ua tregoj tani direkt. Shikoni pak tani se çfarë dyqanesh ka këtu. Ku jemi mësuar me këto? Shikoni pak tani këtu kartier do mblej burri unazën e martesës, Bulgari prap, sa të bukura që janë. Vërtet janë të shtrenjta, po janë edhe të bukura. Është një mrekulli, e konfirmoj, është një mrekulli e vërtet. Ka por edhe Rezi disa klipe, nuk e di se çfarë mund të ketë kapur tamam, po do t'ua tregoj edhe unë tani. Shikoni pak se çfarë punimi që ka. Me thënë këtu ndihesh tamam si në ëndër. Shikoni pak edhe këtë parfumin e famshëm që kushton 300 euro. Kush e di se sa kushton ky këtu. Tani dua që të ngjitem pak lart, po nuk po gjej dot se ku mund të jetë shkallë që ngjiten ose ascensori. Akoma më mirë se tu për me karrocë më vjen keq, po nuk ka shanse. Ose duhet të kesh një karrocë super të vogël dhe praktike, ose ajo e madhe që kemi ne. Besoja që do ishte ndonjëherë ajo lloj karroce problem për ne, po këtu në Paris është më shumë se sa problem. Pasja një karroce fëmijësh, ta shumë shpërtasin. Mos bërtisni se po bëj video, unë po bëj vlogun tim të parë, o njerëz. E bukur është më ka humbur Rezi, se unë vura në gjumë krenën, e ishte acaruar jashtëzakonisht shumë edhe po qante. Rezi tha, "Ok, shko bëj ato klipe çka ke për të bërë ti", edhe tani nuk po e gjej dot. Ndoshta ka gjetur në një ascensor që të jetë ngjitur lart edhe ai se kam iden fare, duhet që ta marr në telefon. Ok, Rezi pas ka gjetur ascensor, shqyr sotit ka hipur në kat të 6 më tha dhe tani po hipi dhe unë, po ka marr shkallët elektronike jo ascensorin sepse ishte vetëm për me karroca. Ja, shikon ti sham kot këta neve që s'kishim vend për karroca. Realisht nuk e keni ide se çfarë arome të mirë që mban këtu të kënaqen, vrimat e hundëve të kënaqen. Aromat e parfumeve nga make-upet, nga çdo lloj gjëje, thjesht vjen era luks, më vlla luks. Inshallah po bëhemi bashkë. Kur të vim herë tjetër këtu vetëm të blejmë, jo vetëm të shikojmë. Ky është edhe outfiti im që gjeta një pasqyrë këtu. Ja. Këto çizmet, ky fundi që nuk e di se sa kohë kam që e kam, ky golfi që vesha dhe dje, edhe këto streçet që duken sikur janë shumë të holla, po këto në fakt janë streçe me push dhe duket sikur ke thjesht një palgetë. Vazhdojmë tani në kërkim të Rezit. Ja ku është Bossi. Tani do të thosh çfarë do i blesh gruas këtu? Do një çaj kinez, po fol diun ka do të marrësh. Çaj kinez. Çaj kinez janë shumë kur aty. Në shumë në një Dior do në Chanel. A Dior po ishim poshtë, këtu s'ka të gjë. Jemi ka 6, kur të vemi poshtë do mblesh? Do mblej ajër Diori. Rezi shkoj që të shikoj për një vend që duket shumë bukur ajo kupola dhe të bënim në një video dhe foto të bukur dhe ta shikonim mbi të gjitha. Por i kishte thënë që ishte me rezervim dhe më e lira ishte në orën 5 pasdite dhe ora tani është 2:01. Do presim ne deri në orën 5 që të presim atë rezervimin për të parë dhe për të bërë një 2-3 video, 2-3 foto. Patjetër që jo. Çfarë këtë kapelen e bukur edhe po ngjitem në katë të dytë sepse Rezi do mbaj foto nga poshtë. Rezi është poshtë, do ngjitem lart. Kjo kapele është në të vërtetë shumë e bukur dhe shumë klas. Nuk duket që është na shehni, besoja. Bëm fotot edhe shikoni pak se çfarë pamje ka këtu. Madje i bëra edhe një gocë, edhe më tha ajo do mbësh aty foto patjetër më e thash unë i bëra një 4-5 dhe thash tani do mbësh ti mua. Po, tha do të bëj. Faleminderit. Dhe kështu që kam bërë edhe foto me telefon. Mbaruam te galeria ne që thoni ju. U sjua edhe zonjë shkrena nga gjumi. Po nisë për Notre Dame neve, pam rrugës që ishte Muzeu i Louvrit. Daluam aty neve, krena pastaj filloi duke bërë një skenë skandaloze, duke thënë dua patate, donte për të ngrënë, donte nuk e di se çfarë donte dhe kërkova për Burger King ishte shumë larg me këmbë, kërkova për KFC prap shumë larg me këmbë dhe kërkova për McDonald's ishte vetëm 5 minuta larg në këmbë. Erdham, ulën në McDonald's, kemi ngrënë tani. Ja dhe i shepi. Ne na ka ardhur fytyra. Parisene të paska këto kolat me shishe, gotë plastike, jo me karton. Nuk shkon as në hotel, telefonat i kemi pa bateri. Kishte marrë një power bank, karikon Rezi, do karikoj edhe unë pastaj. Më shumë se nuk do shkojmë në hotel se nuk ja vlen fare. Dhe do ikim do bëjmë një foto në një video atje tek Harpo, tek Louvre, domethënë, dhe shikojmë pak. Nuk futemi dot brenda fatkeqësisht. I kam parë online biletat dhe nuk lejoheshin fëmijët, sepse doja që t'i blija që kur isha në Frankfurt biletat, kështu që do na duhet ta shkojmë vetëm nga jashtë, që nuk është se ke çfarë shikon dhe ai shumë nga jashtë, po ne vetëm vemi. Apo erdhëm edhe tek Louvre. Ka një rast të papar njerëz, nuk e di se si i presin ata njerëz, unë nuk besoj që do e prisja edhe po mos ishte krena. Vërtet ka vepra artistike atje, po nuk besoj që do ta bëja atë sakrificë. Krena po bën fotot. Ja krena e lumtur. Normal që do jetë e lumtur, na e kanë nxjerr neve gjithë ditën, normale, po si të lumtur ajo kush do jetë. Edhe Louvre famshëm që neve mund ta shikojmë vetëm nga jashtë fatkeqësisht, fatmirësisht se kush do priste atë radhë aty, po. Ejse kështu. Tani nuk e di fare se ku mund të shkojmë, po dua me patjetër që të bëj xhiron me Ani. Kështu që ndoshta të shkojmë atje. Nuk e kam iden, do ta shikoni edhe juve edhe unë bashkë.
futëm në një supermarket, marrim në gjë ta kemi për krenën kur i hahet, që mos të filloj prapë siç filloi që parë dhe s'kishim asgjë në çantë. Po më vërtetu në supermarket sikur nuk ke as çfarë merr. Edhe pash rrugës tani kur po vija këtej, jam edhe gota që kishin marrë një ëmbëlsirë me fiq, po sa e mirë që dukej. Më kujtova që nuk kam gjetur asnjë pastiçeri të provoj një ëmbëlsirë të famshme franceze, më valla. S'kam gjetur akoma, edhe tani jam në kërkim edhe të një pastiçerie të mirë. Nuk e di se çfarë do më dalë rrugës, po duhet të ha makarons edhe ndonjë gjë që të duket super e mirë, domethënë. Po, derisa ta gjejmë, vazhdojmë kërkojmë nëpër supermarket. Ne erdhëm te ky park de Geraldine, nuk e di se si e ka emrin do. Garten de Geraldine, nejse çfarë rëndësi e ka. Po filloi shiu fatkeqësisht, po që nga një mrekulli. Ishte diell këtu me vërtet do dukej shumë bukur. Të gjithë njerëzit po ikin ndërkohë neve po vim. Nuk mund ta besoj po shiu mbaroi. Vetëm 5 minuta ra, po ra sa ra qiellin tok, jo thjesht ra. Ni doli dielli sikur s'ka ndodhur asgjë. Se doli dielli tamam. Po nejse është ideja që mbajti kohë dhe tani po ikim te ky parku i bukur. Do keni mundësi ta shikoni edhe juve më afër tani. Më afër jo se prap nga televizori do e shikoni ose nga telefoni prap. Do mundohem t'ua tregoj sa më shumë t'jetë mundur edhe që bëj edhe juve që të ndjeni sikur jeni këtu me ne. Okej? Beni ecën vetë këtu ndërkohë. Ndërkohë unë për krenën kisha një outfit komplet tjetër, poshtë xhaketës ja kam veshur, po sa thoj, ati xhupi domethënë. Edhe thashë të visha një fund për t'i bërë një foto. Vesha ato tutat se normalisht do ishte ftohtë dhe nuk do bënim prova këtu. Por përfundimisht nuk e hoqa kurrë këto tutat dhe nuk ka bërë asnjë foto sakt sepse siç e thash nuk është fare e qetë, kështu që nuk jam duke ngacmuar më shumë. Çfarë është këna? Po gur, kam mbledhur gur. Pritet kopa guret. Oh, ikën gurët, gur francez. Doli dielli, më në fund doli. A zën kemi në Paris. S'kemi për akoma? Si me vërzitur akoma. Se më bëni ki vini në Paris në Kalamaj. Në Kalamaj. Do të hani më drejt. E zori ju gorin brenda Si të landina, qati më të hani më drejt tuja. Neve po ikim tani me shpresën që do kapim... O që ti se më tim të përtonë. Kapim atë anien që të shëtit aty në budhë së saj, në budhë si felis. Atuar dashuria në një kështu. E keni nga dashuria, zotë. Është ti më racisi më kjo, nuk ka me si nga një gërm anglisht. Asnjë. Po do që të vesh vetëm një qytet turistik edhe mos të ketë fare gjuhën angleze. Do mësojmë përgjithsisht kur vim herë tjetër, po erdhëm. Dhe ëmbëlsirë nuk kam qetur akoma. Treni këtu ishte katastrofë, ha? Metro. Qava kot në avion. Të paktën s'kemi Afrika avionat. Ke avja? Jo, Afrika avionat i kam, po në tren nuk i marrë. Ishte shumë e prekshme. Mos i ftini për metrot e Parisit. Ndryshuan me plan për herë të 118, patjetër që ndryshuan se çfarë jemi ne tu përmbahemi planeve. Nuk e bëm fare atë udhëtimin me anije, me shumë mundësi do ta bëjmë nesër, sepse kishim kohë 30 ditë pas ditës së sotme i bie. Kështu që çfarë bëm ne? Fillim tham, okay, po ikim më mirë në hotel, duke qenë se kishim gjithë ditën për jashtë. No, thank you. Pastaj pam që hoteli ishte shumë larg, ai autobusi po vonoi shumë, po pastaj erdhi autobusi i cili na sillte, ku na sillte? Patjetër që këtu. Erdhëm sërish do te kulla Eiffel. Sinqerisht ua them, kjo kull nuk ka lidhje fare me fotot dhe videot. Në foto dhe në video kjo duket thjesht si një kull me disa hekura, e cila ashtu është në të vërtetë, po live ka një magji më vet. Imagjino edhe krena që nuk e kupton se çfarë është. Thoshte sot gjithë ditën kulla, drita. Ai u ktheva këtej më mirë, duke më bukur kështu. Presim orën 8 që po thoja që të ndizem edhe një herë dritat dhe ti shikoj dhe ti shijoj krena dhe bashkë me krenën edhe ne bëm madje një foto te këta çunat që të vinë këtu dhe thon foto i thash sa kushton, edhe pse e prisja që si puna çadrës do ishte 10 euro dhe çuditërisht 10 euro kushton. Jo, i thash unë 10 euro për një foto, a vash se kemi aparat vet. Dhe më thoma sa do ti? 5 euro i thash. Hajde 5 euro. Shumë ishte për një foto, po me që s'kemi një njerëz që ta bëjmë foto të saktë, hajde thash. E tha, jo, tha 5 euro shumë pak. Okej, thash faleminderit. Okej, hajde bëje, tha. Do të thënë duhet ta nxjerrësh pak atë anën shqiptare këtu që të bësh pazar, pavarësisht se unë thash unë skuqem kur kërkoj çmim më të ulët, po nejse. Dhe kështu na ka bërë super foto të bukura. Shpresoj të jetë në një foto e bukur që nuk ka treguar fytyrën krenaj që ta publikoj, në të kundërt nuk do publikojnë ato fotot fatkeqësisht. Ju mund të shikoni tek faqja ime në Instagram nëse e kam publikuar ose jo tashmë atë foton e faqsh. Por realisht dolën shumë bukur sepse u bën me aparat, me blicë, me të gjitha dhe me kulla nga mbrapa ishte shumë bukur. Tani unë nuk e di fare se ku janë ata, po zihen me njëri tjetrin andej. Do shkoj ti marr, ti ndaj, Rezi ndërkohë ka harruar xhupin në Frankfurt. As në hotel jo, dhe është pa xhup dhe këtu është jashtëzakonisht shumë ftohtë. Me idenë time thash do blejmë xhup atje, po gjatë ditës nuk ishte edhe aq ftohtë.
Po duke qenë se era edhe shi, u bë edhe pak ujë, edhe tani u fto koha dhe tani ka hedhur batanijen e krenës na krahët, po është në të vërtetë shumë ftohtë dhe nuk është se kemi ku blejmë më tani xhup. Kështu që do presim edhe dritat edhe do ikim direkt në hotel. Ndoshta do porosisim diçka. Planet kishin qenë patjetër totalisht ndryshe. Unë kisha bërë një itinerar shumë të saktë me veten time, po normalisht kur jam me fëmijë të vogël nuk duhem bërë itinerare. Duhet pasur një parasysh se ku mund të shkosh, po jo të bësh itinerare fikse siç e bëra unë. Për shembull drekën ne do ta hanim në një super restorant të bukur sot me pamje nga kulla Eiffel, që erdhi shumë keq që nuk do ta ham dot, ta besoj as nesër se nesër duhet nisemi. Kështu që këto ishin atraksione që mundëm të vizitonim neve sot. Normalisht nuk mund të ankohem shumë për aq kohë sa koha nuk ishte fare në favorin tonë dhe shumë qëra të tjera. 7, 8, 9. Është ora 10 e natës dhe ne nuk kemi shkuar akoma në shtëpi, sepse patëm një aventurë tjetër me kthimin në shtëpi. Shkuam për të marrë autobusin aty te kulla Eiffel. E pritëm një 20 minuta, nuk e di se sa. Kur erdhi full, po full nuk kishte shanse fare që të futeshe me karrocë. Shkuam tek një stacion tjetër autobusi. Aty ai prap vononte një 10 minuta, nuk e di se sa. Kërkoja për taksi, të gjeja taksi. Asnjë taksist nuk po kthente përgjigje atje. Gjithsesi erdhi ora për të ardhur autobusi i dytë që po prisnim, edhe ai erdhi super full. Po shqyr zoti që gjetëm vend dhe zbritën disa njerëz që u futëm ne me karrocën dhe ishte thjesht për ato stacionet me që ishte kulla Eiffel aty ndoshta, sepse pas 1-2 stacionesh u liruai komplet autobusi. Erdhëm pastaj në shtëpi, duhet të esim 11 minuta në këmbë. Për darkën menduam që të merrnim ndonjë të porosisnim online, që normalisht do vononte shumë edhe ajo, edhe sa të prisnim ora shkoi goxha vonë, krena si ka kaluar orari, krena fleshën 8:30 maksimum, imagjino, do ora 10 dhe ajo është komplet si e pirë tani. Edhe gjetëm rrugës një që bënte takosa, sanduiça, gjëra të hapura. Hëngrëm atje, u zhdëpëm mirë. Tani po shkojmë tek hoteli, jemi fiks përballë hotelit. Do shkojmë direkt, do shtrihemi të flejmë gjumë se e tepruam sot. Shqyr dita kaloi mirë, nuk mund të thua që kaloi keq. Nuk kishte shkuar edhe më keq. E nisëm shumë keq në fakt, po që përfundoi mirë, u kënaqëm. Tani kemi edhe gjysmën e ditës, as gjysmën besoj. Sigurisht që do të hap kamerën dhe do shihemi nesër. Mirëmëngjesi nga dita e tretë dhe e fundit për ne sot në Paris. Jemi këtu bashkë me burrin. Burri është bërë tamam si parizien sot. Si tamam parizien. Për tamam, edhe pse është ditë e fundit, në fakt ky ishte outfiti që do vishte dje për dijen e darkë, për pjesën e dytë të ditës, po Ja, sa manim sysh ato parizienët edhe. Gjëna pushim se s'pas as jarkullim sot. Po pse që na pushim edhe këto të ditë sot edhe këtu në Francë. Neve u bëm gati sa më shpejt ishte e mundur, edhe pse ishte shumë shpejt, sepse u zgjuam që në orën 7:10 kështu. Bëra unë gati gjërat, nuk më ndihmoi njeri. Dhe tani do ikim, do parkojmë. Kush bëri scroll aty në. Kush bëri scroll aty në TikToker. Jo, në fakt na ka edituar një ca foto që ishin jashtëzakonisht shumë të bukura. Besoj kur të dalë kjo video do janë hedhur ato tashmë në Instagram, kështu që mund të shkoni në Instagram të shikoni. Është dalë me vërtet yll, është dalë si një modele e vërtet. Mua ndërkohë më janë bërë këto dy puçrat këtu skandaloze fare sa që i çova pimple patches, ndoshta pastaj do t'i heq dhe di se si do ta bëj, po nuk doja të rrezikoja të çoja krem pudër, se sapo i ngacmova dhe ishin të hapura dhe nuk doja fare që të merresha me atë punë. Kështu që i çova pimple patches. E tani po me gjetur rrezikun parkim, do siguroj makinën një herë, pastaj se ku do shkoj vetë nuk e di akoma. Do të vinë ata shokët tanë që ishin në Disneyland, që pim edhe kafe me ata. Edhe pastaj avash do nisemi. Si mbajti koha. Ja, shoqëret e sot, shikojeni pak si shkon sot. Ja. Është perfekt. Ishte kështu gjitha ditët, do ishte shumë mirë. Që kur erdhëm, që mos na stresonte ai shumë ai shi, po nice. Flokët ndërkohë i bëra prapë ashtu, është hera e parë në jetën time që bëj 3 herë rresh pa i lar asnjëherë flokët, po me sa duket kjo metoda funksionon ka edhe me flokë të palar. Prandaj sot janë çerevina? Angel. Jo, po nuk doja që të lasha atje, se plus pëshirat që unë si përdor fare, pëshirat e hoteleve, nuk fare. Edhe s'kisha as tharse, si sa të merresha me tharse, në flokë jem të 3 orë, kështu që sot në darkë. Po shështë të bukur që ka dalë. Mbaj njerë të mirë? Po shumë mirë. Këtë që më bëjë morë shumë. Më maris? Kështu pra, do flasim pra pastaj. Hajde të flasim. Po në fund bërritëm tek Ania e famshme. Shtora diku tek 10:10. Unë mendoja që udhëtimi fillonte në orën 10 fiks, po ajo fillonte nga tetori në Mars, kishin orare 10:30 e deri në 9 të darkës. Domethënë, kështu që arritëm ta kapim, është ora 10 e ca. Tani jemi duke pritur radhën. Shpresoj që shumë që mos të vonohet, që mos të humbasim dhe shumë kohë, pavarësisht se ajo thoshte që ishte 1 orë, kështu që 1 orë kemi të humbur. Të humbur jo, se po kalojmë një eksperiencë, por që ideja është 1 orë më pas. Gjithsesi jam shumë entuziazmuar
flasë për këtë udhëtimin me Anie tani, shpresoj që të shikojmë gjëra të bukura, po besoj që të shikojmë. Oh là là, Paris doré, la nuit d'amour pour l'éternité. E mbaruam edhe xhiron e famshme me Anien. Jam shumë e lumtur që arritëm ta realizonim. Kam me të vërtet shumë gjëra të bukura dhe unë e kam shijuar pafund shumë edhe pse ishte shumë ftohtë. Përsëri e shijova shumë. Krena unë mendoja se do qante atje, me thënë drejtën, dhe thash do detyrohemi që t'i çojmë telefonin, po Krena aq shumë e ka shijuar edhe aq shumë ka kërcyer dhe ka kënduar. Ca qeshnin kur shikonin Krenën duke qeshur, po ca të shikonin me inat dhe do të ishte nuk më bëj fare vonë, po fare që të madje më bëj qefi që kishte njerëz që acaroheshin dhe le të acaroheshin akoma më shumë me të qeshurën e një fëmije që po gëzonte ai shumë. Edhe nuk e vrava shumë ande me thënë drejtën, kështu që tani ulëm sërish për brunch. Restoranti që ulëm tani është jashtëzakonisht shumë i bukur, ka temë rozën, do me thënë Minnie Mouse. Emily e ka emrin edhe besoj që niset nga jo Emily in Paris. So excited. Na erdhi edhe ushqimi, më në fund Krena është pafund e lumtur, vetëm po gëzon. La la la, sous les étoiles, Paris s'embrase, amour qui s'installe. Oh là là, Paris doré. Mbaroi më në fund edhe aventura jonë 3 ditore në Paris. Jam shumë e mërzitur thellë brenda vetes. Po nuk është se jam edhe 100% e mërzitur sepse e di dhe kam prerë biletat për në Shqipëri dhe do shkojmë atje, të paktën do kënaqemi prapë atje. Kam diçka çfarë të pres domethënë dhe të mbaj veten me të mira. Shikoni pak se çfarë gjeta rrugës duke ardhur për tek makina. Se do dilja pa marr ëmbëlsira unë nga Parisi, kjo këtu më shprishur pak, kështu që do ta ha tani direkt këtë. Edhe pse jam shumë e velur nga ajo që hëngra tani prapë këtë do ta ha sepse duket jashtëzakonisht shumë e mirë. Gjithmonë kam pasur shumë qejf këtë. Po merr Paola. Të më morën telefon madje. Ne vazhdojmë pak me ngrënien e kësaj. Oh, sa aromë të mirë që ka. Nuk e prisoj që të kishte dhe mbushën. A sot në asaj në shushan ka. Dhe mbetësira më e mirë që mund të kisha ngrënë ndonjëherë. Oh, që arome që ka. Nuk e prisoj që kishte këtë lloj mbushje një herë. Nuk e dija fare që mund të kishte mbushje me lëm këtë tani se e pruan, po ishte perfekte. A provoj edhe një herë këtë se nuk e ha dot të gjithën atë kur të shkojnë në shtëpi tani. Por se më duket sikur stoja kaloj asaj. Kjo duket më e bukur. Ta provojmë. Shumë e madhe. Rat par kam jetër që unë nuk e kam qef fare. Krena po Krena nuk doja të tregoj këtë. Kjo pjesa lartë e makaronit shumë i thatë. Kjo pjesa këtu lartë është shumë e thatë. Kremit nuk është se i ndjej në një shije të jashtëzakonshme, këto mjetrat nuk është se më pëlqejnë normalisht, kështu që kjo ishte, nuk e di, një nga ëmbëlsirat më të mira që mund të kem provuar kjo tjetra. Na thuaj ti për shtypjet e fundit. Një rezume të gjithë eksperiencës tënde në Paris. Çfarë do sugjeroje, çfarë nuk do sugjeroje? Të filloj unë, edhe ti më plotso. E para, siç e thash edhe më përpara, për pjesën e fëmijëve. Njerëzit vet janë jashtëzakonisht shumë të sjellshëm, sidomos me fëmijët, nuk e keni idenë se sa ja bënin qefin Krenës, bënin ndonjë gjë Krena kështu ata qeshnin, bënin shumë komplimenta dhe merreshin shumë me fëmijët dhe ishte gjëja më e bukur që mund të shikoje. Po për pjesën e transportit, si me pjesën e karrocën të gjithë ata që jetonin këtu që dukeshin që ishin vendas, e kishin sa më të vogël të ishte e mundur që dukej ndonjëherë si karrocë kukulla. Fillim kur e pa qesh, apo pastaj këtova që kanë qeshur ata me mua, jo unë ata, domethënë, sepse ne kishim me të vërtetë jashtëzakonisht shumë të madhe, po në Gjermani nuk është se kemi pasur një problem shumë të madh me atë lloj karroce për të transportuar, kështu që ka ndërtuar Parisin, ka qenë vizionar për çka ka bërë, po s'ka qenë vizionar për pjesën e njerëzve. Rrugët për këmbësorët ishin shumë të ngushta, të merr. Nuk shkëmbeheshin dot 2 veta, po kishte karrocën e fëmijës. Ishte do t'i bëj njëri me tjetrin. Ishte e pamund, nuk e di domethënë ku pse kanë çeduar tek kjo pjesë. Është ndryshim shumë i madh që ti jesh vetëm çift dhe ti jesh me një fëmijë të vogël. Patjetër që duhet mendosh edhe për fëmijën, edhe për veten, ndërsa kur je çift nuk është se e vret shumë mendje dhe nuk të bëjnë fare përshtypje këto gjëra, jam shumë e sigurt. Por që për me fëmijë Parisin nuk ishte vendi ideal, sidomos edhe me fëmijë të vegjël si Krena 2 vjeç, 3 vjeç, nuk besoj që ishte vendi më i mirë i mundshëm për pushime. Okej, 2-3 ditë mund të bëni si të bëni kështu siç e bëm neve, por që e vështirë ishte me thënë drejtën. Tjetër, çka kishte? Pjesën e transportit. Taksia do ishte versioni më i mirë i mundshëm dhe sesa me makinën tënde që të cilën duhet që ta gjesh parkim. Nuk i dihet se sa lek mund të jenë orët e parkimit, patjetër që mund të jenë shtrenjtë. Tani sa paguam? Ne 4 euro ora. Për 5 orë paguam 20 euro tani në fund. Do duhesh që të parkosh, të shkosh pastaj në këmbë, kush e di se sa larg është nga parkimi. Kështu që versioni më i mirë ishte patjetër që taksia. Për notimi që në gjese. Po. Aty për aty nuk e gjet. Nuk, mezi, ndoshta edhe nuk e gjetëm ne do të Terezin, nuk e di. Po taksia ishte versioni më i mirë, po përsëri është versioni më i shtrenjtë. Shkon 15-20 euro mund të jetë minimumi. Të shkosh për çdo atraksion, të paguash edhe taksin, vajtje ardhje, 40 euro për shembull, se normalisht të shkosh do të vish me një dorë leku të mirë domethënë.
që ke, Patjetër, prandaj po them që ta do të bësh bësh një me buxhet të ulët. nuk bëhet aq kollaj me buxhet të ulët, kështu që duhet me patjetër ta mbushësh mirë xhepin, qoftë edhe për 2 ditë, më kuptoni, nëse do të shikosh gjëra. Dhe nuk është se mundëm të shikonim dot shumë gjëra, që ju thash, me fëmijë të vogël, krena ka qenë shumë e paqet. Pas krenës normalisht bëhemi dhe ne të paqet, kështu që nuk është se i shijuam dot të gjitha, paktën ato që kisha unë në mendje, për shembull ne sot donim që shkonim që dije në fakt tek ajo kafe Louis Vuittoni, që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, por jo, nuk mundëm dot që të shkonim. Te Arco Triumphit nuk shkuam dot, edhe aty merrti shumë keq. Te Notre Dame e pam pak nga jashtë, po do doja ta shikoja edhe atë të shkonim tamam. Nuk pam shumë gjëra që donim të shikonim, për pasoj të gjitha këtyre që i tham. Por nga ana tjetër, Parisi ishte një mrekulli me plot kuptimin e fjalës. Ishte në atë pikë, do të thënë që ti kudo që shkoje doja ti të fotografoje. Domethënë të gjitha të dukeshin shumë të bukura, ishte një arkitekturë shumë e bukur në të gjitha. Kulla Eifelit në foto duket njësoj në gjitha foto, në gjitha video që mund të shikosh në internet, por aman kur e shikoje live ishte tjetër eksperiencë. Mendoj që të gjithë bien dakord me mua kush e ka parë live. Jam shumë e lumtur që gjithsesi e bëm këtë eksperiencë. Sa do vim prapë, shpresoj shumë. Po, me rritur do vim. Me rritur. Njitemi të lartë. Edhe lart, po, ja shumë eksperiencë as mundesh që ti bëj. Gjova që po dëgjoj shumë ajo Mr. Rachel ish ka çuar krenande mbrapa. Edhe këto po thoshim. Doja shumë që të vija herë tjetër dhe mundësisht të vija shumë e pasur. Kemi thënë kemi lek plot, po kemi borxh. I kemi borxh. Ushqimi ishte fantastik. Edhe ushqimi ishte fantastik. Unë do ta mbaj mend për mirë Parisin për vete, më dha një ndjesi shumë të mirë, pavarësisht të gjithave. Ti ka qenë pa unisur, na ka ngrënë mësues. Kto, unë tani do ta mbyll. Nuk e di fare se çfarë mund të kem regjistruar. Besoj shumë që t'ju kem kënaqur me këtë videon. Do më falni shumë nëse kam diçka që nuk do t'ju pëlqej, për arsye se është hera ime e parë dhe nuk e di fare as nëse do publikohet mbi të gjitha. Vërtet unë kam filmuar gjithë eksperiencën tonë këtu. Pas nuk e di nëse do publikohet në fund fare. Nuk do jap pasin lajmërim në Instagram se nuk e di se si të shkoj kjo punë, nuk dua që ti zgënjej. Se keni parë këtë video deri tani, unë ju falenderoj shumë në radhë parë dhe shpresoj shumë që t'jeni kënaqur dhe të kem bërë sadopak të ndjeni mirë me këto minuta që keni kaluar me mua. Dhe gjithashtu do doja të dija nga ju nëse doni një vlog të tillë kur unë të shkoj në Shqipëri, që do jetë në fund të tetorit, në fillim nëntori, apo mos ta marr mundimi kot se ka qenë një dështim total ky vlogu. Dhe ju falenderoj shumë që më keni ndjekur deri tani. Doja shumë që të më bëni qoftë një koment çfarë do lloj gjëje, like, një subscribe që të më motivoni sa më shumë për të vazhduar videot në qoftë se ju pëlqeu gjithmonë. Dhe do më ndihmoni me të vërtet shumë me një subscribe që të rritet sa më shumë edhe kanali dhe të kem mundësi që t'i kërkoj burrit sa më shumë udhëtime që kështu kërkojnë gjërat. Falenderoj shumë dhe do të shihemi tek vlogu i radhës që mund të jetë me udhëtim, patjetër do jetë me udhëtim. Për të shmëria nuk tregojmë se unë i